Dashi, gjatë kësaj dite do ndjeni plot energji dhe të gjitha dëshirat do mund të marrin formë. Nëse jeni në një lidhje, situatat do rrjedhin më së miri. Edhe nëse kanë ekzistuar debate për disa çështje të mbetura pezull prej kohësh, do arrini t'i zgjidhni. Ju beqarët jo vetëm që do keni fat në dashuri, por planetët do ju ruajnë nga shkënjimen. Në punë duhet të bashkëpunoni me të tjerët sepse veten nuk keni për të arritur shumë. Nëse keni kohë në një kompani, është momenti i duhur për të kërkuar rritje rroge. Disa shpenzime të domosdoshme dhe të papritura do ju tronditin pak ekuilibrin financiar. Tregohuni shumë të kujdesshëm dhe të matur. Demi, gjatë kësaj dite duhet patjetër të përdorni aftësinë e kompromisit për të arritur synimet tuaja. Për fat të mirë, hëna dhe dielli do jenë në anën tuaj dhe do ju sjellin stabilitet. Nëse jeni me një lidhje, marrëdhënia që keni ndërtuar do forcohet edhe më shumë. Do jeni shumë tërheqës dhe partneri do ndihet i lumtur që ju ka pranë. Ju beqarët nga ana tjetër do kërkoni kudo dashurinë dhe do ja dilni me sukses. Më në fund edhe ju nuk do ndjeheni më të vetmuar. Në punë, Mërkuri dhe Dielli do ua lehtësojnë ndjeshën gjërat. Do keni ide të shkëlqyera dhe gradualisht do arrini objektivat tuaj. Financat duhet menaxhuar me shumë kujdes. Mos humbni kthjellësinë dhe mos u hidhni verbërisht në detin e shpenzimeve. Binjakët, gjendja juaj emocionale nuk do jetë shumë e qëndrueshme gjatë kësaj dite dhe në shumë momente do ndjeheni të hutuar pa ditur çfarë të bëni. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e vështirë dhe e mbushur me probleme. Mos e humbni asnjë çast komunikimin me partnerin sepse situata mund të përkeqësohet. Ju beqarët do jeni të favorizuarit të yjeve. Jo vetëm që do keni takime interesante, por mund të lindin edhe lidhje pasionante. Në punë tregohuni tepër të kujdesshëm. Prisni momentin kur të jeni më të kthjellët për të vepruar dhe mos u besoni të gjithë kolegëve. Kujdes me veprimet dhe mëdha financiare. Situata nuk është mjaftueshme e qëndrueshme që të merrni vendime të rëndësishme. Daforia. Marsin do e keni kundër gjatë kësaj dite. Çdo situatë do ju duket edhe më e vështirë se zakonisht. Ju që jeni në një lidhje, do e keni të vështirë ta shihni me objektivizëm jetën në qith. Do ju mungoj kthjellësia pasi jeni të përfshirë plotësisht në këtë marrëdhënie. Nëse jeni beqar, do keni një takim vendimtar që mund të ndryshojë përgjithmonë jetën tuaj. Në punë, asgjë nuk do ju kënaqë mjaftueshëm dhe do kërkoni diçka më të mirë. Mos e teproni me sakrificat sepse do zhgënjeheni kur të mos shpërbleheni më pas. Financat nuk do jenë të këqija. Ka shumë mundësi që ato të përmirësohen dhe të realizoni disa shpenzime të planifikuara prej kohësh. Luani. Hëna do e bëjë atmosferën shumë më romantike gjatë ditës së sotme. Do kërkoni vetëm qetësi dhe emocione të forta. Për ju që jeni të dashuruar, kjo do jetë një ditë shumë e lumtur dhe plot ngjyra. Do përjetoni ndryshime mjaft pozitive në jetën sentimentale dhe emocionet do jenë të shumta. Ju beqarët nga ana tjetër do keni takime mbreslënëse, por e ardhmja nuk do rezultojë shumë premtuese. Gjithsesi jetoni çastin dhe mos mendoni për asgjë tjetër. Në punë do përballeni me disa dilema të vështira. Diskutoni edhe me familjarët sepse ata mund t'ua qartësojnë mendimet dhe do ju japin ide interesante. Sa i përket financave, do merrni vendime të rëndësishme për të shmangur problemet. Ulni sa të mundni edhe shpenzimet. Virgjëresha. Mërkuri do jetë planeti që do ju mbështes fuqishëm për çdo situatë gjatë kësaj dite. Do dëgjoni me shumë vëmendje ata që ju rrethojnë dhe nuk do kundërshtoni. Për ju të dashuruarit nuk priten momente shumë të qeta. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të reflektuar mbi të ardhmen. Nëse keni pasur probleme, duhet të përpiqeni t'i zgjidhni sa më shpejt. Ju beqarët do përjetoni një ditë të mrekullueshme. Takimet do jenë të shumta dhe mund të krijoni një lidhje të qëndrueshme. Në punë ndonjëherë do ju mungoj besimi tek vetja, por hyjet nuk do ju shkënjejnë. Me pak më shumë përkushtim do arrini edhe më lart se sa kishit imagjinuar. Financat do mbeten të njëjta. Mos shpenzoni shumë, por kurseni disa para më njën. Peshorja. Gjatë ditës së sotme do favorizohen edhe më shumë financat, ndaj duhet të shfrytëzoni talentin tuaj për të ecur përpara. Nëse keni një lidhje, do rikthehet entuziazmi i munguar. Nëse keni kohë që jeni bashkë, do e përforconi më tepër marrëdhënien dhe do merrni më shumë përgjegjësi për veprimet tuaja. Ju beqarët do jeni shumë joshës dhe askush nuk do mund t'ju rezistojë. Përfitoni sa më shumë nga kjo ditë. Në punë do favorizohet një projekt i madh në bashkëpunim me të huajt. Do jeni me fat që do merrni një ftesë të tillë, pasi jo të gjithëve ju jepet ky shans. Në planin financiar do tregoheni më të aftë për të menaxhuar gjithçka me kujdes. Akrepi. Marsi dhe Mërkuri do e forcojnë edhe më shumë intuitën tuaj gjatë kësaj dite.
Do shprehni më qartë idetë dhe do ndjeheni më krenar për veten. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia pritet të jetë më e mirë nga sa mendonin. Do kaloni disa orë të mrekullueshme dhe harmonia do mbizotërojë. Për ju beqarët ka shumë mundësi që të shfaqet dashuria e madhe. Mos vendosni barriera, por tregohuni sa më të hapur. Në punë do favorizoheni veçanërisht nëse jeni pjesë e sistemit financiar ose mjekësor. Do jeni edhe më bindës gjatë kësaj dite. Në planin financiar situata do mbetet e qëndrueshme. Vazhdoni të shpenzoni me maturi dhe tregohuni të kujdesshëm. Shigjetari. Në përgjithësi dita e sotme nuk do jetë e jashtëzakonshme, por as problematike. Ndonjëherë motivimi do ju shtyjë të hidhni hapat e duhur. Pas një periudhe jo shumë të qetë për ju të dashuruarit, situata do nisë të qetësohet. Ankthi dhe stresi që ju kishte pushtuar do fillojë të largohet gradualisht. Takimet për ju beqarët do shtohen edhe më shumë. Bisedoni me personat që do njihni për t'i kuptuar sa më mirë. Në punë do jeni pak më kreativ dhe do përpiqeni të arrini rezultatin më të mirë të mundshëm. Jupiteri dhe Plutoni do favorizojnë financat. Nëse tregoheni edhe pak më të matur, buxheti do përmirësohet ndjeshëm. Britsjapi. Gjatë kësaj dite hëna do ju frymëzoj edhe më shumë dhe do keni mendime më pozitive për të ardhmen. Ju të dashuruarit nuk do përballeni me asnjë problem. Planetet do ndikojnë shumë pozitivisht dhe do e përforconi më tepër lidhjen tuaj. Momentet e afërsisë do shtohen. Një gjë është e sigurt për ju beqarët, dita do jetë e gjallë dhe plot emocione. Shfrytëzojeni sa më shumë. Në punë do mbyllet një kapitull i vjetër dhe do hapet një tjetër shumë më i bukur. Merreni çdo gjë me optimizëm dhe do ja dilni me sukses. Në planin financiar do keni një strategji të zgjuar dhe do vendosni gjithçka në ekuilibër të plotë. Ujori. Ka shumë gjasa që gjatë kësaj jave të jeni impulsiv dhe të bëni veprime tepër të gabuara. Nëse keni një lidhje, atmosfera në çift do jetë tensionuar. Nuk rekomandohet të merrni vendime sepse mund të bëni gabime të pakthyeshme. Ju beqarët nga ana tjetër do keni takime, të cilat pas një kohe do marrin një drejtim më serioz. Ekzistojnë mundësi të mëdha për lidhje afatgjata. Në punë do jetë një ditë e ngarkuar dhe durimi do ju mungojë. Gabimet e bëra nuk do pranohen për asnjë arsye. Në planin financiar do ju ndihmojnë disa miq dhe do zgjidhni problemet e mbartura. Më në fund do ndjeheni të lehtësuar. Peshqit. Hëna do e favorizojnë në maksimum jetën tuaj sot. Do keni ide interesante dhe do filloni projekte që as vetë nuk i kishit imagjinuar. Për ju të dashuruarit lumturia do jetë e pranishme në çdo moment. Vazhdoni të tregoheni tolerant dhe të bëni lëshime të vogla sepse ambienti do bëhet edhe më i ngrohtë. Ju beqarët do jeni sharmant gjatë gjithë kohës dhe do tërhiqni çdo që ju pëlqen. Pritet edhe krijimi i një lidhjeje. Në punë do i keni të gjitha mundësitë për të shkëlqyer dhe për të përfunduar me sukses çdo detyrë. Mos neglizhoni edhe bashkëpunimin në ekip. Sa i përket financave do keni fat. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që të shpenzoni pa mast.